Prezantori, një ndeshje e cila u fitua që në pjesën e parë shënua 2 gole, ndërsa pjesën e dytë u mundua shënua dhe 1-3, ndërsa shumë raste të humbura. Sa e kënaqur me të fitore dhe mbi të gjitha me golet e realizuar, sepse e thash, shpërdoruat goxha raste. Po, siç e tha ti, theksove, prek aty ku duhet. Them se pjesën e parë ishte një ndeshje luftume dhe mendoj se terreni na tregoi se nuk mund të bëjmë atë futbollin ton cilësor, jo vetëm për ne, por edhe për skuadrën kundërshtare, sepse ka pas këto ditë shira të fortë në Lezhë dhe megjithatë ne u munduam me mbyll ndeshjen pjesën e parë. Shënuam 2 gola, por ishte kishte 2 luftime, pra ishte një sfidë e cila u luftua nga dy ekipet. Normalisht cilësitë që kemi në skuadër bajnë dallimin, patëm edhe pjesën e parë 2 raste të cilat ndoshta të ishin pak më koncis mund ta thellonim rezultatin. Gjithsesi jam i kënaqur me seriozitetin që treguan ndjem fuq, pra nuk ka rëndësi se ke përballë, por duhet të fokusohemi dhe të përqendrohemi tek ndeshjet si të gjitha njësoj. Ndërsa pjesa e dytë ishte një pjesë ku terreni u ranua më tepër dhe pavarësisht dominimit për sa i përket pozicionit të topit, pra ne kishim 1% të madhe topin, nuk u shënunin disa raste, të cilat nuk mund të them se ka qenë neglizhencë, por edhe pjesë e terrenit, por edhe lojtarët kishin treguar në kamp të tyre pak lodhje. Kështu që duhet i kuptojmë. Normalisht kur fiton 3-0 nuk ke pse gjen gabimet maja, por gabime ka. Sikur si kemi mundësi të analizojmë dhe të jemi më efikas në rastet e tilla. Profesor, filluat me fitore fazën e dytë, ndërkohë që rivalit tuaj kanë lënë pikë. Është shumë e rëndësishme, ne duhet bëjmë punën tonë, duhet ju them djemve, jo vetëm presidenca, por edhe stafi janë në një përkushtim maksimal, pra kërkojmë nga ato që të jenë profesionista, pavarësisht vendit ku jena. Unë mendoj se duke filluar nga i pari tek i fundit nuk e kemi vendin në këtë kategori, pra mendojmë se duhet jemi një kategori më lart. Dhe kështu që ne duhet ta marrim seriozisht çdo ndeshje dhe të jemi në çdo seancë servitore serioz, por edhe në çdo paraqitje serioz. Nuk ka rëndësi ndeshja para apo fundit, unë garantoj sepse shikoj në sytë e sportistëve, në sjelljen e tyre, në qasjen e seancave servitore, kanë seriozitet dhe jo vetëm ndeshja para, por do të vazhdojmë kështu me seriozitet deri në fund. Drejt Librajit me 2 rezultate. Drejt Librajit ne duhet shkojmë pak më qetë, duhet jemi të bindur, por gjithsesi është një kundërshtar i fortë, kundërshtar direkt, dhe ne kemi potencial dhe kemi forcë që të bëjmë një ndeshje të mirë dhe të marrim rezultatet që do. Testuat edhe lojtarët e Mercatos Dimrit, cili është koncepti juaj ose mendimi juaj për ta? Jo, nuk mund të them testim. Mund të them testia janë totalisht të ambientuar. Në ndeshje zyrtare janë lojtarë, absolutisht po. Janë lojtarë me eksperiencë. Antonio e luajti gjithë ndeshjen, ndërsa Giulia e luajti pjesën e dytë, po ashtu edhe Kurbanovi i cili shënoi. Ne shpresojmë se ju kam theksuar gjithkohën kemi bë duke ditë pozicionit se ku jemi, pra në këtë kategori se kemi bë gjetje shumë të mira dhe i falenderoj si ato janë bashku grupit dhe falenderoj si aq shpejt janë shkrimë grupin, pra e dalloj edhe në sportistët e tjerë ku janë gjithë kënaqur me lojtarët që janë afruar. Kapacitetet e çdo lojtari janë shumë të larta tek skuadra e Beslidës, po ndërkohë vjen tre, do thoya unë një sindrom i humbjes së shumë rasteve. Tani futbolli këto e ka, nuk është aq e lehtë nesi e shohim nga jashtë ose nesi mund ta gjykojmë tash mas neshës, sepse ka pozicionimi i këmbëve, pra është vendosja e kundërshtarit, janë terreni i cili topi i cili ranohet, pra janë shumë kushte, por megjithatë do të shikojmë mbrapa të gjitha rastet e humbura dhe duhet analizuar me qetësi. Suksese. Profesor, Sopoti, Shiroka, por edhe Luzi që fitoi sot, mendoni se mund të krijojnë probleme deri në fund të kampionatit? Mendoj se jemi ndërtuar një skuadër e cila duhet me respektu vetveten, gjithashtu dhe kundërshtarin dhe duhet jemi serioz, pra duhet shikojmë bëjmë punën tonë maksimalisht dhe nëse ne e bëjmë mirë punën tonë maksimalisht, duke filluar te unë i pari dhe te i fundit, them se do arrijmë çfarë. Faleminderit, sukses.